sidomos kur je pa punë. Nëse punon, angazhohesh për fëmijët, nuk është shumë vështirë. E kum pasën gjithmonë, e kum pasën krah për fëmijët mi rrit. Të dy bashkë kena punu, të dy bashkë i kena rrit. Allah i mos kujdesi prindve. Sa është prindi i angazhuar për fëmijët, ashtu edhe fëmia është i angazhuar te prindi. Fëmia do të mu kujdes më shumë me çfarë shoqënie po ka për fëmia. Nëse ka shoqëninë e mirë, edhe ai fëmijë s'ka ka del. Nëse ka shoqëninë e keqe, fëmia prap ka mu shoqënu me qatë shoqëni që e ka. Jeni Po, jam nanë dhe punoj. Sa mirë. Nanë sa fëmijëve? E 3. Sa sot vështirë me qenë nanë në këtë kohën ku po jetojmë? S'po di qa me të thonë. Është vështirë për fëmijën, sidomos kur je pa punë. Nëse punon, angazhohesh për fëmijët, nuk është shumë vështirë. A ke pas vështirësi gjatë rritjes, ke pas kushte për të ofruar fëmijëve? Po kushtet i kum pas të mira, nuk i kum pas vështira për me rrit fëmijë. Kjo është e mira. Po. Sa ke pas dim bashortin tonë? E kum pasën gjithmonë, e kum pasën krah për fëmijët mi rrit. Të dy bashkë kena punu, të dy bashkë i kena rrit. Në moment vështirë që ke pasur në jetë, a ka ndodhur që me pas gjatë rritjes e si? E jo. A do të çka të bën krenar fëmia, me çka të bën krenar ty? Çka jeni për me ta? Me fëmijët jam plumtur se më kanë dëgju, jam shkollu, s'kum pas probleme me fëmijët asnjëherë. Kështu. Sot si shep, pse si marrin këshillat e nanës shumë fëmijët? Përgjithësi po flasim. Allah i mos kujdesi prindve. Sa është prindi i angazhuar për fëmijët, ashtu edhe fëmia është i angazhuar te prindet. Apo merret sa duhet prind me fëmijë? Për prind tjerë nuk di çka të tham. Si peshen shoqëri? Në shoqëri, me shoqërinë që e kam unë, mirren me fëmijët. Mirren me fëmijët, kujdesen për fëmijët. E disa fëmijë që kanë betë anash dhe që kanë dalë, që kanë divizhu pak. Çka mendimi ke për ata? A ndoshta prindsin marr me ta? Që shohim shumë raste. Po te do fëmijë ndikon shoqënia, te do fëmijë ndikojnë prindit, te do tash varet edhe pi fëmijëve, sa është fëmia i zhvilluar, s'po di ç'më ta spjegu. A luni rol të rëndësishëm familja për edukatën e gjithë fëmijëve, familjes? Po, lunë shumë. Shumë lunë rëndësishëm. Ti si nanë çfarë këshilla i dha fëmijëve gjatë rritjes? Unë si nanë fëmijë, po foli për fëmijën e me, ju kum fol për mësim, ma shumë për mësim, për shoqëni, çfarë shoqënie po kapët. Qëtër sens. A duhet fëmijët të shiqojmë se me çfarë rrethi po rrinë, me kam po rrinë? Po. A duhen ta kenë një Po limit? do në e ceka që të fëmija do të mu kujdes ma shumë me çfarë shoqënie po ka për fëmija. Nëse ka shoqënien e mirë, edhe ai fëmijë s'ka ka del. Nëse ka shoqënien e keqe, fëmija prap ka mu shoqënu me qatë shoqëni që e ka. Varet tash edhe në shkollë, do të mi kujdes pak me çfarë shoqënie, çfarë rrethi ka edhe në shkollë. Këto gjana. Do të thonë kretë nanave një mesazh, një këshillë. Çfarë këshillon? Mu kujdes për fëmijën ma shumë. Sidomos në shkollë, sa në tjera. E dërmë të uroj më të mira. Faleminderit shumë për kohën. Kalosh mirë.